30 shtatori shënon skadimin e afatit të vendosur nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës, e cila prej më shumë se 3 javësh ka pezulluar veprimtarinë e Kuvendit. Vendimi kushtetues u mor pas ankesës së paraqitur nga lista serbe që konstatoi me seancën konstituive e 5 shtatorit u shpall përfundimtar pas zgjedhjes së nënkryetarit nga komuniteti serb, gjë që sipas tyre përbën shkeljen e kushtetutës. Megjithatë, kryetari i Kuvendit Dimal Basha ka këmbgulur se konstituimi është i plot dhe pse votimi për përfaqësuesin serb në kryesi nuk u zhvillua. Nga ana tjetër, presidenti Vjosa Osmani ka bërë të qartë se më të skaduar masa e përkohshme, ajo do të ftojë partinë fituese të zgjedhjeve për të caktuar të mandatuarin për formimin e qeverisë së re, por në këtë situatë të paqartë nuk është bërë ende publike vendimi përfundimtar i Gjykatës Kushtetuese, çka shton pasigurinë për hapat e ardhshëm. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka qenë ndër më kritikët e këtij vendimi. Ai e ka quajtur masën kushtetuese një ndërhyrje të panevojshme që sipas tij ka bllokuar për 25 ditë me radhë punën e 120 deputetëve, duke i detyruar të vegjetojnë. Nëse Gjykata Kushtetuese vendos se konstituimi i Kuvendit nuk është bërë në përputhje me Kushtetutën, atëherë do të nevojiten hapa të rinj procedural, të cilët mund të vënojnë dhe më tej procesin e formimit të qeverisë së re.